Mu konë e ronë se kur e prindin të ta këthy shpinë dhe emocionalisht u konë pak e rona, mo. 12 vjetë, 13 vjetë kom jetu vetë, do thënë. Qatë ka ndodhë, ku me di qka si më konë, edhe tip që jam shumë tip kështu familjar, kam qef me tuin me mujt me një maj e lemo apo këtë në krenven. Amo krejt senet që kam ndodhë në jetë i kom qitë qëto, tak, mbeti edhe jam ballafaqu me to krejt vetë gati. Normal e kom pas, sidomos me babin jam shumë i letë, edhe folëm për çdo sen, normal që më ka motivu për çdo sen edhe me vëllaun se ai është sportist vetë, e bojnë atë njëjtën punë, po nashta edhe që si ki ngat, po kur ti je vetën i dhomë, edhe ndodhin senet, duket që mura dhe mendime që ma të fuqishme. Apo këtan, të afrohen tak, edhe qato e shesa je i fort vërtet, se normal edhe futbolli i kom pas lëndime të moja, i kom gjithmonë, sidomos i kon shumë i ri, sen i parë që më ka ndodhur shto një jetë që më ballafaqu me diçka u kon, e kom put ligamentin kruciat, i kom pas 20 vjetë edhe atë ku ti se desha më nësh mu këthy mo, adin, se si ballafaqu me në lëndim ashtë malë që është qaq i malë në futbol që tashti normal ka përpëru edhe mjekësia çdo sen, tashti shumica njerëzve po kthehen mirë, amo në atë kohë se kom ditën që ka më mujt më kthy, a kupton? Edhe senin që më ka bre mas shumë të është që kur më ka ndodhur në pushim, jam në Norvegji. Edhe kur jam shku në shtëpi, a kupton, edhe kom ditë që do të më thonë, mundesh më i ka thoj sana, i kallzu prindve. E me pa të prinda adin aq mërzitum, sidomos kur jena përshëndet me bobin në aeroport në Birmen si sot, adin hira poshë më ka ro tamon me po bobin tem të kojt, a kupton. Edhe unë të i ka nej vet, këtë nej kënej. Edhe veç që kom lutësot që atë moment adin ma jep një operim të mirë, se ato jena në dorë tjetër kujna, kupton, kur jam në dorë vetë vetës i tham që i prija e bëj vet, a kupton. Se jam qasi tipi që menoj që çdo sen që e ballafaqej e bëj, s'ka kush shumë del përpara më thonë s'moj me bëj që sen si vendosi me bëj diçka, jam shumë tipi vendos. Ama ato je në dorë tjetër kujna që tash e veç që kum lut Zotit o Zot veç një operim adin suksesshëm. Edhe ka me bë mundin më kthy adin apet në futboll, në mojët e futbollit edhe çashtu edhe u shkua më konë e ronë se kur e prindin të ta kthy shpinë edhe emocionalisht u kon pak e rona, mo e kum kalu. Tani masane i kom pas edhe sfida tjera se që tash i merrun me krejt familjen tema, adin unë si i ri